Në fakt, kisha përgatit diçka në letër për të qenë i kuruar në fjalim dhe për të musaruar asnjë gjë, po s'po ma bën zemra të drejtohem letrës, kështu që po mundohem të flas me fjalë që të cilat mos janë shumë të kuruara, apo vinë sinqerta. Në degën ku kam prej 2 fushatash tashmë, që ushtroj aktivitetin tim politik dhe së bashku me ju, nuk kemi arritur rezultatet që duhet, por kemi treguar që kemi forcë të reagojmë. Kemi treguar që kemi forcë të përballemi. Rezultati jon ka treguar qëndres të demokratëve dhe të opozitarëve. Marr shkak nga puna që është bërë në këtë degë, me gjithë secilin prej jush, për treguar që sot këtu nuk kemi mbledhur vetëm për një aktivitet partijak. Nuk kemi mbledhur vetëm të bëjmë një analizë dhe të flasim për përmirësimin e vetvetes, po si pjesë të përmirësimit të Partisë Demokratike. Patjetër që qëllimi i përmirësimit të vetvetes është të përmirësojmë Shqipërinë, të bëhemi më konkurrues, të bëhemi më të fortë, që nesër në qeveri të jemi më premtues për Shqipërinë tonë. Dhe kur them për Shqipërinë tonë, kthej syt pas dhe shoh mes shkresave, mes raporteve, se si të rinjt po largohen. Jo më larg se përpara dije në mos gaboj, është fjalë për një raport për shifra të frikshëm të largimit. Jo më larg se përpara një jave, Bergji zori një raport që flet që vetëm gjatë vitit 2023-2024, 23% e të arsimuarve me arsim të lartë janë larguar. Është një Shqipëri, e shkreta Shqipëri, për fatin tonë të keq. Një Shqipëri e mirë, që është e destinuar të shuhet, nëse vazhdon kështu. Po flasim për një Shqipëri ku ministria e sapo emëruar disa muaj përpara e arsimit, të cilën e kemi vendosur të edukoj fëmijët tanë, është përgjegjësia kryesore për trafik ndërkombëtar të mbetjeve të rrezikshme. Po flasim për një Shqipëri ku përgjegjësia morale shifet si erezi nga qeveria. Po flasim për një Shqipëri ku drejtësia duhet marrë gjithmonë lejë se këtë prek dhe këjo. Po flasim për një Shqipëri që çmimet dita ditës shtrenjtohen. Për një Shqipëri, se siç e tha dhe kryetari Javniu, që është bërë e pamundur të blesh një parking, jo një shtëpi, jo. Dhe kjo ndodh kur monedha zyrtare e vendit ton është narkomonedha. Janë modele që kanë ndodhur në shumë vende. Po flasim për një Shqipëri që nuk po e ngret dot kokën lart. Dhe të jemi të bindur gjithë secili prej nesh që nëse vazhdojmë me këtë sistem tashmë të kalbur, media do vazhdojnë në të tyren, bizneset do vazhdojnë, ato pak biznese që punojnë me qeverinë në të tyren, Rama do të vazhdojë të udhtoj me avion privat, njerëzit do të dhunohen çdo ditë siç po ndodh dhe në Shkodër dhe anë mban vendit. Nuk do të kenë më mundësi pensionistët siç po ndodh të ushqehen. Nuk do të kenë më mundësi të kurohen. Dhe mbi të gjitha, s'do të kemi mundësinë e të ardhmes për fëmijët tanë. Nuk dua ta zgjas shumë, po për një gjë kam bindjen e plot dhe si demokrat na ka rënë për his ne t'i dalim për Zot Shqipërisë. Dhe kjo nuk është një fjalë thjesht patetike, por është një fjalë që unë e ndjej dhe kam përshtypjen që të gjithë ju e ndjeni. Kur themi t'i dalim për Zot Shqipërisë, është që të vendosemi aty në shesh dhe t'i japim zemër çdo qytetari që sado apatik ka qenë, që ka vendosur të bëhet bashkëfajtor në heshtje, ta ngrej zërin dhe ai. Protesta e janarit ngriti kokat tona. Na dha më shumë guxim dhe qytetarët shqiptar kanë më pak frikë pas asaj proteste. Më shumë frikë kanë qeveritarët. Protesta e 10 shkurtit, edhe më shumë njerëz, edhe më shumë reagim, edhe më shumë revolt,
që t'ju ngrem kokën shqiptarve, t'i ngrem kokën vetvetes, familjes tonë, fëmijëve tonë. Ju faleminderit.